Selani kapi gruan në tradhtim me një tjetër dhe e vrau. Simoni mori gruan më të bukur të Tiranës, por nuk bënte dot seks me të dhe ajo e la. Demsi i mori gruan Rukos, por ajo pas 2 muajsh u kthye sërish tek Rukoja. Rama mori pushtetin, por nuk dit bëj asgjë dhe nuk çan kokën fare sepse përballë ka një konkurrent i cili është nën grata në Amerikë. Enver Hoxha mori partinë e pastaj mori ushtrinë në luftë, me ushtrinë e luftës mori pushtetin, por i vrau të gjithë kundërshtarët politik. Pushteti është i imi, thoshte Hoxha me monologun e tij të brendshëm dhe ju jeni sklever në sistemin tim mendor. Hoxha ishte vrasës patologjik dhe ka tradhtuar mënyra se si ai vet personalisht akuzonte kundërshtarin e tij politik. Shqiptarët ende mendjen e kanë që të vrasin kundërshtarin, por tani nuk i lejon koha politike. Rama thot vetëm unë mund të antarësoj Shqipërinë në Bashkimin Evropian, se kuptohet që është në delir. Deri tani të gjithë kryeministrat e Shqipërisë me përjashtim të Ismail Qemalit është e provuar se kanë qenë skizofren. Ekspertët e thellë të çështjes europiane thonë se Bashkimi Evropian nuk do ta pranojë Shqipërinë në BE dhe sot krerët e Europës thonë që e kemi amanet historik të ekspertizës së lartë që na ka thënë kur nuk do ta lejojmë Shqipërinë që të shkojë edhe një herë tjetër te Teuta e Madhe. Vetëm Teuta e Madhe ishte ajo që ja arriti qëllimin të krijonte Shqipërinë e Madhe. Gjermanët e krijuan edhe ata Shqipërinë e Teutës, por humbën luftën e dytë botërore. Edhe amerikanët sot tek Shqipëria e Teutës së Madhe duan të shkojnë, kjo kuptohet, por nuk janë unison krerët e Shqipërisë dhe Kosovës, Rama dhe Kurti. Kurse Saliu i thot Beogradit, unë i bëra të gjitha, por nuk e sklavërova dot Shqipërinë tek ju, sepse ju keni shekuj që keni kompleks inferioritetin ndaj shqiptarëve. Ju shqiptarët ne ju morëm në vitin 44, thon serbët, por na ikët, sepse ne gabuam që nuk vram Enver Hoxhën dhe këtu tek ne do ishi tani. Serbët po bëjnë shmos që të sjellin Saliu në pushtet absolut në Shqipëri, por tani kanë frikë nga politika amerikane. Koha që nga perandoria romake, perandoria bizantine, perandoria austro-hungareze dhe Gjermania naziste kanë aspiruar për një perandori albaneze, të cilën e kishin shumë frikë nëse ajo krijohej. Edhe frika u është përcjell nga piroja i Epirit dhe Aleksandri i Maqedonisë, por sigurisht edhe nga fama historike e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ne kishim shpresë te Trump që të vinim te ju, i thot Saliu Beogradit. Kurse viçët e Beogradit qeshin me Saliun sepse e dinin që edhe Trump donte Shqipërinë e Madhe. Historiani Maximus ka thënë që kot lodhen serbët sepse Amerika për Shqipërinë ka marrë si interes politikën e Austrisë dhe Gjermanisë hitleriane për të krijuar Shqipërinë e Madhe. Kurse historiani Maximus tha para ca ditësh që Shqipëria e Teutës së Madhe është në krijim e sipër. Por Shqipëria etnike ka një pengesë sot. Pengesa është kryeministri Rama i Shqipërisë, por ai do të likuidohet. Historianin Maximus e pyetën se përse Serbia ka më se 150 vite që i trembet bashkimit të shqiptarëve në një shtet të madh. Historiani Maximus u tha, është Shqipëria e Madhe që u del serbëve në ëndër dhe i tmerron 3 herë në javë. Dhe ajo do të krijohet sepse nuk varet nga politika, sepse Shqipëria etnike është magji historike që ka ardhur nga piroja i Epirit te Teuta e Madhe dhe nga Teuta e Madhe te Shqipëria etnike që formuan gjermanët në luftën e dytë botërore. Të gjithë njerëzit e mëdhenj të epokave europiane kanë dashur Shqipërinë etnike. Koha është kthyer sërish këtu me Trumpin në Washington dhe forcën e Gjermanisë në Europën e sotme.